Ka qenë njerë zakonshëm, ka qenë me zemër Luanën, ka qenë projekti besoj 4 muaj, 5 muaj, tek TV Klani, kemi qenë në prime time, ka qenë një eksperiencë fantastike, aq e bukur ka qenë sa njerë për natë vjetëri, u ftofa dhe kam bërë 12 gjilpëra. U ftofa aty se isha zbath, edhe nga këto pjesa e backstage-eve, po eksperienca shumë e bukur me Luanën. E përshëndes, sepse ai do filloj dhe fermën tani tek Vision Plusi, është zyrtare, dhe ka qenë shumë bukur, kam shijuar shumë. Tu kisha një lloj lirie që të bëja çfarë lloj gjëje që doja, nuk e kisha të përcaktuar, që mund bëja femra, meshkuj, çfarë të doja. Edhe ka qenë shumë e bukur si eksperiencë. Ndjehesh mirë në atë pjesën kur ndoshta mund të nxjerrësh diçka prej vetës, të bësh çka të duar, që të cekë, si në këtë pjesë. Patjetër, se imagjino tash, te puna jote, të thonë ty bëj çfarë të duash. Nuk ta përcaktojnë. Se ka të që ta përcaktojnë, thonë, ti do bësh vetëm këtë, ose do paguhesh për këtë. Kurse konto ti do bësh çfarë duash, ti absolutisht karikohesh, motivohesh për të nxjerrë më të mirën tënde. Në të gjitha dimensionet, se unë jam aktor, më duhet të bëj shumë personazhe. Kështu që nuk është vetëm një. Edhe kam shijuar shumë eksperiencë e bukur. Po, është vështirë gjithmonë për krejt këto vite, ndoshta me pasat energjinë, motivin për me sjell diçka të re, që cekë, për shembull, thot dikush prej produksionit, krijosh çka do të donte. Ndonjëherë ndihesh që e kuptoj ku do të dalesh, po ky është misioni jon, që edhe kur nuk jemi në formë, duhet të formohemi ose të formëzohemi, duhet të nxjerrim më të mirën tonë. Po kur e ke pasion, është shumë qef. Se nga pasioni pastaj të lind dhe motivimi, dhe kur je aty në skenë harrohen shumë gjëra. Se do që ti të shërbesh edhe realisht marrësh atë të qeshurën, që është shumë e rëndësishme, po edhe duart trokitja që është vula në fund. Po ai komunikimi me publikun, së mos gjatë spektakleve televizive? Spektaklet televizive përgjithsisht funksionojnë edhe me publik me pagesë, që njerëzit nga herë janë të detyruar ose do t'i thotë dikush. Po aty ku kam punuar realisht kanë shiteshin biletat, nuk ka pas publik me pagesë. Kështu që emocionin e kam marrë sigur në teatr. Ti e ke parasysh teatrin, dhe ti pagun lekët, të shkosh shohësh një shfaqje dhe në një farë mënyrë je detyruar për të kënaqë. Kështu që edhe unë personalisht kam shijuar shumë dorëdokitet e publikut, edhe në televizion, edhe në teatr, tashmë që po merrem me një projekt në një komedi. Si po shkojnë punët në teatr sot? Shumë mirë, është një projekt që ne po bëjmë një turne, mbase mund ta sedh në Kosovë, nuk e dihet. Është një komedi e vendosur nga Kisha Londo, regjisor shumë i mirënjohur shqiptar. Është një autori anglez që quhet Ray Cooney, edhe marr pjesën me kolegët e mi, me Gjenin, me Ersilianon, me Denisën, me Denadën, me Sandrin, edhe me Gencin. Është një projekt shumë interesant, edhe besoj që t'i bëjmë minimalisht 180 shfaqje.